Telashet nuk kanë të sosur për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Sigur të mos mjaftoni ritmet e ulta dhe pezullimi prej muajsh i punimeve, ky investim po shënon edhe përplasje mes palëve, deri edhe fizike. Një konflikt i ashpër ka ndodhur pas ditën e së mërkurës në ambientet e kantierit të ndërtimit të aeroportit të Vlorës. Paraprakisht mësohet se përplasja ka ndodhur mes dy firmave që operojnë brenda kantierit, ku njëra prej tyre pretendon se pala tjetër po e pengon për të kryer punimet. Në vendngjarje mbërriti edhe policia e Vlorës në përpjekje për të qetësuar situatën e tensionuar mes palëve. Mësohet se mes dy firmave përplasje të ashpra ka pasur edhe më herët, shkak për të cilat janë bërë akuzat se njëra palë tenton të pengoj punimet e tjetrës. Megjithatë, këtë të njëjtë bëhej sikur punoi, pasi ritmet mbeten të ulta dhe se puna është më shumë e pezulluar sesa në vijimsi. Një projekt që me këto ritme nuk do të jetë gati as këtë verë, por në dyshim mbetet edhe për verën e vitit 2027. Konflikti mes aksionerëve duket se zhvendosur tashmë edhe tek dy firmat që operojnë brenda kantierit të aeroportit të Vlorës. Ky investim është tashmë dhe në SPAK. 7 vite mbas nisjes së një prej projekteve më të mëdha infrastrukturore në vend, aeroporti të Vlorës, SPAK ka kaluar nga faza e hetimit paraprak në veprime konkrete procedurale, duke marrë të pandehurit e parë. Antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave pranë Ministrisë së Infrastrukturës janë vënë në akuzë për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera dhe ankande publike. Hetimi i drejtuar nga prokurori i posaçëm Klodian Braho ka evidentuar dyshime se gjatë procesit të vlerësimit të ofertave është cënuar barazia në garë. Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës, një nga projektet më të shumë reklamuara të viteve të fundit, duket se është larg përfundimit. Ndërsa sezoni turistik po afrohet me shpejtësi, realiteti në teren tregon një tjetër histori. Punimet ngadalta, mungesë aktiviteti intensiv dhe asnjë afat të qartë për hapjen e aeroportit. Pavarësisht deklaratave të mëparshme se aeroporti do të ishte funksional përpara sezonit turistik, tashmë është e qartë se ai nuk do të hapet këtë vit. Burimet e afërta me projektin pranojnë se me ritmet aktuale të punimeve, përfundimi plot i aeroportit mund të kërkojë edhe dy të tjera. Një nga arsyet kryesore të zvarritjes janë konfliktet mes aksionerëve të kompanisë. Mosmarrëveshjet për menaxhimin, investimet dhe ndarjen e përgjegjësive kanë ndikuar drejt për drejt në ngadalësimin e punimeve, duke krijuar një situatë bllokimi që reflektohet qartë në kantier. Në vend të një projekti që ecën me intensitet maksimal, aeroporti i Vlorës po përjeton pauza të gjata dhe mungesë koordinimi. Përtej problemeve të brendshme të kompanisë, mungesa e transparencës nga institucionet përgjegjëse ka shtuar dyshimet dhe kritikat. Deri më tani nuk ka një raport të detajuar publik mbi ecurinë reale të punimeve. Në një kohë kur Vlora synon të rrisë ndjeshëm numrin e turistëve dhe të pozicionohet si destinacion konkurrues në rajon, zvarritja e një projekti të tillë strategjik përbën një dëm të drejtë për drejtë për ekonominë. Vlora, që prej vitesh përballet me presion të shtuar turistik gjatë verës, vijon të mbetet pa infrastrukturën ajrore që ish premtuar. Aeroporti i Vlorës rrezikon kështu të kthehet në një tjetër shembull të projekteve madhore që nisin me bujë mediatike, por ngjecin mes konflikteve, mungesës së llogaridhënies dhe planifikimit të dobët. Derisa të ketë transparencë, afate reale dhe përgjegjësi konkrete, ky projekt do të vazhdojë të jetë më shumë një slogan politik sesa një investim funksional për qytetarët dhe turizmin.